Sot do të t'jap një ushtrim të thjeshtë, të lehtë për të ndihmuar ty që ke probleme me persona të ndryshëm në familjen tënde, në shoqëri, në punën tënde, njerëz që e shikon që kur I takon ata ke shenja të ndryshme si fryrje barku, ose ju ze koka, ose kini bëjnë thashë theme, ose kini çfarë do lloj problemesh që shikoni që ky person ka energji negative. Po shumë herë këta persona edhe janë njerëzit dhe të shtëpisë nganjëherë. Prandaj nuk do s'keni punë pse të flisni ose të mërzisni ose të mërziten edhe ju. Ajo që mund të bëni është shumë e thjeshtë. Atëherë, mendoni atë personin që kuptoni që keni problem. Atëherë, sillni personin që ke problem përpara dhe imagjinoje. Dhe tamam sikur je mund ta bësh dhe këtë, sikur je edhe akoma përjashta ose në kishë, nëse je beson në kishë ose në xhami ku të duash ti ose në natyrë. Mbylli syt dhe sille përjashta dhe shikoj që ke një pasqyrë të madhe 3 metro të ka mbuluar ty dhe nuk e shikon dhe personin tjetër. Por çfarë do bësh? Do imagjinosh që personi që ke përballë, ai që ka energji negative, ti do t'i vësh pjesën e pasqyrës, që është pasqyra që ai të shikoj veten e tij. Kurse ti do jesh mbrapa pasqyrës, dhe gjithmonë po them, imagjino, mbrapa pasqyrës që është ajo pjesa e errët dhe ai nuk të shikon, as ti nuk e shikon atë, por personi që ti ke problem ose të merr energjinë tënde, sepse kjo është të merr energji një person kur ndjej fryrje barku ose kur të ze koka, do të thënë të merr ty energjinë. Nganjëherë e bëjnë dhe pa vetëdije. Dhe le të shikoj pasqyrën e tij, do të thënë veten e tij në pasqyrë dhe kështu mund të thuash fjalët të gjitha energjinë time e marr mbrapsht nga ty dhe energjinë tënde ta dërgoj mbrapa ty. Dhe ndëro tani që të dalësh të ikësh nga pasqyra pa e kthyer kokën që ta shikosh atë personin dhe dil dhe ndëro, imagjino prapë sikur është një liçen me ujë komplet në dritë të pastër. Mendojeni atë detin kur bie ai dielli që shkëlqen, mendojeni sikur I gjithë uji atje I liçenit është tamam gjithë dritë. Dhe ndërroje veten sikur I heq të gjitha rrobat dhe me heqjen e rrobave do të thotë që të heq çdo energji që kishe marrë nga ky person, lejoj veten ta shikosh sikur je pa rroba, hyr direkt në këtë ujë, do të mbylle undën dhe bëje imagjinat 3 herë me gjithë kokë, me gjithë trup. Dhe thuaj tani pastroj çdo energji që mora nga personi, nga filani, për shembull emrin atje. Dhe ndëro, prap imagjino sikur del nga ana tjetër e liçenit dhe aty të pret engjëlli jot mbrojtës dhe të vesh një fustan të bardhë dhe ose këmish të bardhë për juve burrat dhe tani ti ke një energji të pastër dhe je larg nga ky person. Provojeni dhe më shkruani këtu rezultatet dhe do shikoni një njëjti person ose do largohet, do të thënë nga ju, sepse s'ka më për të marrë energji, ose do jetë aty, por nuk do mundet të marrë nga energjia juaj. Provojeni dhe më shkruani. Mund të më shkruash dhe në privat 0030 699 321 46 37. Për më tepër ushtrime dhe për pastrim energjetik nga energjitë negative, magji, mallkime dhe shumë energji të tjera, mund të komunikosh dhe mund të kërkosh dhe programin e përgatitur 21 ditor dhe të marrësh çelësin që të pastrosh veten tënde. Ju dua shumë, ju faleminderit dhe mos harroni në datën 12 nëntor do gjendem në Tiranë dhe në datën 13 dhe 14 kemi grup terapi në Tiranë. Më kërkoni për më tepër informacione, më shkruani në Viber, në Telegram dhe në WhatsApp. Ju përshëndes.